Selamun alaikum musliman, qysh me bo të spih me gishta? Ka thonë Muhamedi alayhi salam, bani të spih me gishta, por shkak se dëshmojnë ditën e gjykimit, dhe më thanë janë dëshmitar për ty. Ama forma qysh me bo? E para po thamë musliman, cilën formë do që të e njeh, dije që është në rregull me lejen e Allahut azza wa jall. Do më thanë, pranohet edhe në atë formë që të e njeh, do më mos u bë marak në qoftë se në këtë formën që tregoj tashti është diçka që nuk e ke dëgju kur. Ne po mënohna me tregu ata se cilën e ka bë Rasuli alayhi salam ose cila është kuptuar mas shumti prej veprimeve të Rasulit alayhi salam. Ajo që na ka mësuar Muhamedi alayhi salam është kështu musliman. Do të thonë thu subhanallah. 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 Pas, tani e zgjeron dorën apet, edhe thu subhanallah, 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 subhanallah. 6 herë. Masi ti ke bë 6 herë, do më një bë 30 herë, thu edhe 3 herë. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Do më në banën 33 herë. E kryte me subhanallah, fillon tani me elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Njëjtë. 6 herë plus 3 herë, 33 herë. 6 herë po mënojt plota plus 3 herë. E qartë kjo? Po besoj që është e qartë. Forma tjetër që e ka bëu Rasuli alayhi salam ose që është kuptuar prej formës se çysh ka urdhëruar Rasuli alayhi salam me bë, është me bë në këtë formë, domethënë i numëron subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. I bjen 2 herë komplet me numru, 2 herë komplet, 13 herë deri këto. Tamam, këto, edhe këto, 33 herë. Forma tjetër në përmajt gishta. Kështu, subhanallah, 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 subhanallah. E qartë edhe kjo? Por me numru 33 herë e ki let me gjithë, dhe që i numran 33 herë, është se kur po bëhen 33 herë. Kjo po besoj që është e qartë. Ndodhë që dikush i ban edhe kështu, subhanallah, 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 4 herë. E kuptove në majt, tëni këtu, tëni këtu, tëni këtu. 4 herë. Edhe kjo është në rregull. Këtë janë në rregull. Ajo që më shumë të është kuptu për hadithit Rasulit alayhi salam është kjo, subhanallah, 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 subhanallah. E qartë? Kjo është që më shumë të është preferu. Tash pyetja tjetër. A me thanën e një herë, krejt, 33 herë, subhanallah, 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 33 herë. Tani, elhamdulillah, 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 33 herë. Tani Allahu akbar. Apo lejohet me i thonë 3 bashk. Subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. 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 Cila është me preferume? Me preferume është e para, po edhe e dyta lejohet me lejen e Allahut azza wa jall. Domethënë me preferume është me thonë ndamas 33 herë subhanallah, tani 33 herë elhamdulillah, tani Allahu akbar. E qartë? Kjo është më preferume. Po në qoftë si thu 3 bashk, nuk ka të keqe me lejen e Allahut azza wa jall. Tash edhe diçka. Në qoftë se thot dikush subhanallah, 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 subhanallah. Tani subhanallah, 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 subhanallah. Shkon të zgjeru dorën, edhe kjo lejohet. Ama tham, ma mirë subhanallah, subhanallah, krejt, tani e zgjeron dorën, tani e mbledh dorën apet. Kjo është më e preferume me lejen e Allahut azza wa jall. Edhe fundit po tham. E di që na shqiptarët me qëllim nuk e ndryshojmë kur, mirë po nëse se gabojmë. Për shembull thojna subhanallah 33 herë. Tani në vend që me thon elhamdulillah thojna Allahu akbar. A ka të keqen këta? Jo, musliman. Nuk ka të keqe. Lejohet me lejen e Allahut azza wa jall. Ka thon Muhamedi alayhi salam fjalët më të dashura te Allahu azza wa jall janë subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tani ka thonë e me cilën do që fillon për tyne,
nuk ka të keqe me lejen e Allahut Azza wa Jall. Domethënë nuk ka të keqe edhe në qoftë se habitesh në vend që më thon elhamdulillah, thu Allahu Akbar, atëherë nuk ki nevojë mu kthy prej fillimit se nuk ka të keqe në ta me lejen e Allahut Azza wa Jall. Po besoj që ka qartë. Edhe pse nuk njeh në hadith në të cilën Rasuli alayhi salam nuk ka filluar me subhanallah. Një hadith në të cilën Rasuli alayhi salam ka filluar me subhanallah, tani ka thënë Allahu Akbar, tani elhamdulillah. Kështu ka. Në vend që shë njohëm na subhanallah, elhamdulillah, Allahu Akbar, a i ka thonë njëherë, subhanallah, Allahu Akbar, elhamdulillah. Do më në ka ndru. Ama nuk një në hadith në të cilin Rasuli alayhi salam nuk ka fillu me subhanallah. Kjo veç si përdije e dubishme me lejen e Allahut Azza wa Jall. Besoj që ka e qartë. Forma me amir edhe njëherë është kjo. Subhanallah, 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 subhanallah. E zgjeron subhanallah, 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 subhanallah. Kjo është forma ma preferume me lejen e Allahut Azza wa Jall. Edhe njëherë për fund po them cilën do formë që një ti është hajër, është e mirë me lejen e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall u apranoft.